Bismillahirrahmanirrahim. Imam Bejhaqiu, në veprën e tij të famshme Shu'abul Iman, na tregon për Jahm ibn Hudhaifan, i cili tregon se në përfundim të betejës së Jarmukut, dola të kontrolloj për djalin e axhës tim. Mos ishte gjallë, mos kishte rënë dëshmor, dhe kisha marrë me vete pak ujë, që nëse do të kishte nevojë, t'ja jepja pak ujë, ose t'ja fërkoja fytyrën, ta laja apo diçka. Dhe pasi po kërkonte në fushë betejë, ai e gjeti djalin e axhës së tij. Do thotë ishte në grahmat e fundit. Pra ishte plagosur ran dhe po jepte shpirt. I bana me shenjë, a ke dëshirë pak ujë? Ai pohoi. Dhe teksa po ja ofroja ujin, u dëgjua rënkimi i një prej shokëve të tij. Dhe djali i axhës mbani me shenjë që jepja ujin atij. Thot, u ngrita me një herë dhe shkova tek personi i plagosur. Ishte Hisham ibn al-As, vllai i Hazreti Amrit radiallahu anhu. Thot, i thash, a ke nevojë për pak ujë? Ai pohoi. Dhe teksa ja afroja ujin, u dëgjua rënkimi i një tjetri prej shokëve të asaj fushë beteje. Thot, më bani me shenjë që jepja shokut tim. Dhe unë ngrita dhe shkova tek i treti, i cili sapo kishte dhënë shpirt. U ktheva me të shpejt tek Hishami, i cili në to momente i mbylli syt dhe dorëzoi shpirtin. U ngrita dhe shkova tek djali i axhës tim, i cili i kishte mbyllur syt me kohë dhe kishte dorëzuar shpirtin e tij. La ilaha illallah. Këtu mbaron historia. Mirë po, e lexova këtë dhe mendova, a mund të ketë shembull më madhështor të altruizmit edhe bamirësisë, dhe me thanë me sakrifiku deri hurthin e fundit të pak ujë në prag të vdekjes dhe me vendos nevojën e tjetrit para nevojës personale. Dhe shikoni, nuk është një person i vetëm, është edhe një tjetër. Dhe kështu thuaj është edhe një tjetër, një tjetër dhe një tjetër. Dhe ty të duket sikur duke pa shembullin e këtyre sahabëve të nderuar të pejgamberit alayhi salatu wasalam, apo trashëgimtarëve të tyre, ti e lexon ajetin kuranor ku Allahu azza wa jall na tregon për ca njerëz të cilët wa yu'thiruna ala anfusihim walau kanat bihim khasasa. Pra ata i japin përparësi nevojës së tjetrit para nevojës së tyre, edhe kur ata janë më nevojtar se askush për atë që i lëshojnë rrallë tjetrit. Altruizmi, një prej virtyteve më të spikatuna të muslimanit. Edhe kthehemi në realitetet e sotme, kur duket se nëpërmjet mediave ne lexojmë dhe dëgjojmë çdo ditë për një babëzi të frikshme, të përhapur gjithandej, njerëz që veç kërkojnë të vjedhin, të korruptojnë, të marrin çfarë nuk është e tyre, dhe të zhvasin çdo ditë pasunitë e vendit, pasunitë e tjetrit, të marrin çfarë nuk është e tyre. A nuk zgjohemi dhe bijem çdo natë në Shkodër me zhurmat e haramit edhe zullumit marramendës në zemër të qytetit, ku një pronë vakëf grabitet me miratimet edhe razilekun e pushtetit? A nuk dëgjojmë çdo ditë se si zhvatet ky vend dhe kjo shoqëni? Se si tentakulat e haramit dhe botës së errësirës përpiqen t'ja pinë gjakun çdo ditë këtij populli dhe kësaj shoqënie? Dhe ti mund të më thush, ti më flet për një gëdhenjë ujë, për hurthin e fundit që dikush e sakrifikon për tjetrin? Pra mendo se sa larg vlerave qytetëruese të besimit e të njerëzillekut jemi ne sot. Para mendo se sa në deregje të vështirë dhe sa larg ka shku njeriu pa besim dhe pa Zot, njeriu pa ujftyre, njeriu pa cip, njeriu që nuk e ka për asgjë me të gënjy, me të mashtru edhe duke të pa në sy, edhe duke të busqesh me hipokrizi. Paramendo
se sa larg ka shku njeriu i degraduar dhe i çoroditur, i cili ja ka shit shpirtin shejtanit të mallkuar. Por ka Zot. Mos u mutni, edhe mos u habitni, se ka Zot, dhe Allahu subhanahu wa ta'ala na ka tregu për tiran të shkuarës, e na ka tregu për të korruptuar të shkuarës, e na ka treguar për zullumqar të shkuarës, e na ka tregu për njerëz që mohonin Zotin dhe jetën e përtejme për të shkuarve, dhe ne e dim shumë mirë se çfarë ngjau me ta. Historia e përsërit veten. Ndërsa ne si besimtar kemi nevojë më shumë se askush tjetër të kapemi për herë e më shumë pas vlerave të besimit ton, dhe ta përhapim me sa të kemi mundësi dhe me shumë krenari madhështinë e këtij besimi dhe fetarizmin ton të shëndosht, gjithandej në mesin e njerëzve. Kur të shohim të keqen, të mos ngurrojmë për ta korrigjuar dhe jo me thanë që më duhet mu. Dhe kur të kemi mundësi për të bërë mirë, le të sakrifikojmë për tjetrin, sepse shpërblimi tek Allahu i madhruar është i pallogaritshëm. Në këtë botë, në kohën tonë, në shtetin tonë, në begatinë tonë, para të përhershmes, para të përtejmes, para ditës së gjykimit. Prandaj të dashur të shtrenjtë, teksa lexojmë këto histori, le të na shërbejnë për të reflektuar për të sotmen dhe për ta pa gjithë secili veten tonë në pasqyrën e këtyre rrëfimeve të mrekullueshme dhe me e pyet veten, po unë ku jam? Po unë sa vlej? Allahu ju dashur.